Zoti Puma, se po flisja për një raport, nuk e di nëse e keni parë, të Institutit për Studimet e Luftës, që flet me shifra jo vetëm për territoret pushtuara nga ushtria ruse, por edhe për rusët që kanë rënë që nga nisja e kësaj lufte. 1.4 milion ushtar rus të vrarë që kur nisi lufta. Janë shumë, por po arrin Putin që ta rinovojë ushtrinë e tij, që ta ketë gati për në terren? Këto burime informative nuk janë të sakta, askush nuk e di, as në Kremlin nuk e din shifrën e saktë të ushtarëve të rënë dhe të forcave të dala jashtë lufte, ashtu siç nuk e din në kahun tjetër pra në Ukrainë, por sigurisht një gjë është e qartë që humbjet janë të jashtëzakonshme, janë shumë të mëdha, por në shifra akoma nuk dihet saktësisht. Gjithsesi, në Rusi për momentin nuk flitet për mobilizim të ri, sepse le të themi që për ushtrinë ruse që do të ishte e logjikshme kur sulmon, gjithmonë të zgjeronte frontin e luftës. Dhe ku flasim për shembull për Bielorusin, për tensionet atje dhe për përgjigjet dhe kundërpërgjigjet e Lukashenkos me Zelenskij, mund të mendojmë edhe për një lojë që bën ndoshta dhe Rusia vetë, që është interesuar që Bielorusia të futet në luftë. Dhe për këtë, domethënë, inkuadrim dhe angazhim të Bielorusisë, do t'i duheshin forcat të mëdha të tjera për të futur në front, dhe kjo do të ndërlikonte shumë situatën në Ukrainë, më keq akoma se që është tashti. Faktikisht, unë dëgjova që u thatë për sa i përket Donetskut, është e vërtet, avancimi i trupave ruse është i ngadalshëm, shumë i ngadalshëm, por ai është avancim. Nuk është as stepje mbrapsh, edhe as, domethënë, është tjetër gjë, strategjia që Ukraina me shtetet perëndimore përdorin për të goditur në thellësi Rusin dhe rafineritë e naftës në radhë të parë, por edhe ndonjë bazë ushtarake apo objekte ndryshëm të prodhimit, le të themi, të pjesëve të këmbimit për ushtrinë. Kjo është domethënë një luftë që bën të dyja palët dhe me sukses relativ për të dyja anët. Ndërsa në frontin e betejës, sipas raportimeve të ndryshme përfshirë dhe mediat perëndimore, për shembull Bloomberg, Rusia ka avancuar dhe tashmë pothuajse ka marrë qytetin e Konstantinovkës, që është një qytet shumë i rëndësishëm në aglomeratin e fundit të qyteteve Ukrainës që ndodhen në Ukrainën. Për momentin, në zotëron Ukraina është Konstantinovka, Krasnoarmejsk dhe Slaviansk. Pra, fortifikimet e fundit të mëdha që ka Ukraina në zonën e Donbasit janë pikë këto qytete. Dhe Konstantinovka, që është rreth 10 kilometra larg Slavianskut, që është qyteti i fundit, më themi i madh për Ukrainën në Donetsk, në zonën e Donetskut, është tashmë në le të themi rrezën e artillerisë të mirëfill. Pra, situata është e vështirë dhe këtu le të themi që mund të ketë një trajtim të paqes në mënyrë të gjithanshme. Rusia pretendon që të vazhdoj, le të themi, bisedimet e paqes me palën amerikane, duke pritur emisarët amerikanë siç janë Witkoff, që pritej të vinte, domethënë javën e kaluar, nuk ka ardhur, ndoshta edhe kushte, dhe të dy që janë akoma të angazhuar në krizën e Iranit, e lindjes së mesme, por gjithsesi në Rusi kanë një farë, le të themi, shpresë për këtë gjë. Nga ana tjetër, ka shenja që presidenti amerikan të ketë spostuar vëmendjen më larg Rusisë, kjo është e vërtetë, por gjithsesi ndihma amerikane për Kievin është prezente, është e vazhdueshme, nuk është e formës siç ka qenë në administratën e Bidenit, por gjithsesi është e pranishme në mënyrë të konsiderueshme dhe do të thoja vendimtare. Sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës shkëmbejnë jo vetëm informacione zbulimi, domethënë besohet që të gjitha pikat e goditura nga Ukraina janë të miratuara paraprakisht nga Pentagoni, dhe besohet që dhe lidhja për shembull Starlink e Elon Muskut ka një rëndësi vitale për forcat e Ukrainës
në luftë kundër Rusisë. Edhe t'ju pyes diçka të fundit, zoti Pumo, se një nga lajmet që lexova të paktën në orët e fundit është që Putin po ka probleme me parat, edhe populli rus po ashtu. Çfarë do të thotë kjo? Nuk e kuptova shumë drejt pyetjen. Putin ka probleme me parat për të vazhduar, për të incentivuar të rinj që t'i bashkohen ushtrisë për të luftuar në Ukrainë, ndërkohë që probleme ka edhe populli rus. Problemet e popullit rus janë të mirëfillta, të qarta. Unë do të thoja hapur një nga problemet më të mëdha është cënimi të drejtave qytetare në kuadrin e internetit, për shembull, bllokimin e shumë rrjeteve sociale. Kjo nuk ka të lidhje me anën ekonomike, aq sa ka me anën morale të njerëzve. Nga ana tjetër ka pasur ndërlikime dhe themi që në zonat të ndryshme të Rusisë, flasim për Krimen apo në zonat që janë në front, ata ka evuajnë drejt për drejt luftën nga goditjet e dronëve, por edhe nga themi zvoglimi i trafikut të benzinës dhe mungesa e furnizimit shpesh në pikat e furnizimit.